make-upin bash, ndërkohë që ju tregoj produktet e make-upit që ja vleni t'i bleni dhe produktet e make-upit që nuk janë aq të mira, not worth the hype. Let's go. Okej, tani që kapëm flokët, që të mos e kemi në fytyrë, do fillojmë. Duke fillu shumë fort. Ky është një zbulim që e kam bërë së fundmi dhe me fytyrën time është perfekte, nuk e di, domethënë është fondatina ime e preferuar ever. Është kjo e Givenchy Prism Libre Glow Serum Foundation. Ky është shade 2N, I think, dhe këtë e mora në Sephora dhe I thashë se gocës më bëj shade matchin dhe kur në jetën time nuk kam pasur një shade match më perfekt se sa me këtë fondatinën. I love it. Mendoj që kjo do jetë për një kohë shumë gjatë me mua. Unë kam pasur gjithmonë me probleme fondatinat, sepse mua nuk pëlqen që t'jenë shumë të trasha, shumë patchy, shumë coverage, se unë nuk është kam pas ndonjëherë probleme me fytyrën, nuk kam pasur ndonjëherë akne apo probleme me poret. Dhe gjithmonë më ka qelluar që ka qenë ose shumë e trashë dhe bëj shumë krizë, bëj si llaç, e kupton? Edhe I thashë asaj gocës që kam këtë problemin, ma zgjidh. Dha këtë. Dhe unë nuk e kisha parë, po kjo ishte pak cheap këtu. I was really sad about that, po varja është amazing, 10 nga 10. Ky do vi me mua për shumë kohë, për shumë gjatë. Shit! Oh! Found it! Unë do përdor këtë paletën, duke qenë se nuk kam një pasqyrë përpara, dhe kjo paleta, kjo këtu, ka qenë me mua për shumë kohë të gjatë. Domethënë ndoshta që kur kam qenë 15 vjeç e kam bler dhe ribler. Por, shifeni, tregon veten e vet. Por së fundmi e kam zëvendësuar për produktet e tjera, edhe nuk më ngjit më aq shumë se ç'më kanë ngjitur, sepse do jetë gjithmonë një nga dashuritë e mia të para. It smells amazing. I'm gonna keep this with me forever. Por, a do ishte my first choice of makeup? Jo. Okej, shikojeni tani që e kam bërë blend, është totalisht si second skin. I love it. Shifeni shade matchin. Amazing, është and the glow, edhe rinjit ditën. Është një nga zbulimet më perfekte që kam bërë kohët e fundit. Një parë se të kaloj tek stepi tjetër, pse nuk do vë bronzer? Sepse unë doja të merrja bronzerin e Charlotte Tilbury, and I did. Po kam marrë këtë që është puder. Nuk kam marrë atë që është krem, and I'm really sad about that, sepse po, është puder. Jam shumë e mërzitur për këtë fakt, se isha shumë excited, më kishte dalë kudo në TikTok, thash do ta marr, do ta provoj, por do ta porosis edhe atë, sepse më duhet një bronzer kremos, si s'bën. Tani, për këtë duhet ndalem një moment, sepse ky ishte totalisht zhgënjim për mua. Mora concealerin e Too Faced. Totalisht zhgënjim, më bëhet crease direct. Ka një, domethënë nuk më bezdis shumë tekstura që ka, është nice, nuk është e keqe, po më bëhet totalisht crease direct dhe më duhet një concealer që nuk bëhet direct crease. Nuk e di se çfarë mund të rekomandoni diçka në komente që ta provoj, po this was a big no for me. Nuk e di se si ka qenë për ju, po ishte totalisht zhgënjim për mua. Like, I can make it work, nuk është se I cannot make it work, thjesht është një hap pak më I vështirë për mua që nuk ishte pse t'ishte kaq I vështirë. Duhet qenë se ky concealer është full coverage, placements I kam vënë pak më të imta se sa me rutinën time normale. Tani parë të më thoni që duke shumë pale dhe e bardhë, trust me, you have to trust the process. Se çdo gjë tjetër të bëj sens për pak. Një produkt tjetër që është one of my favorites. Ky blushi Rare Beauty, shade Hope, është blushi im liquid absolutisht favorite. Absolutisht favorite. Ka ngjyrën, ka pigmentin më të bukur. Domethënë nuk e ka shumë roz, nuk e ka shumë cool, është just right. Është just right, është amazing. Edhe pse unë mendoj që liquid blushi nuk është se dallohet shumë pasi bën set make-upit, po është shumë I bukur dhe why not be there. Shifeni, domethënë bën blend just është
Nuk, këtu me këtë blushi nuk do të thonë kur që ke blush blindness. It's just right. On to the next product. Ky setting powder I këtu, Cherry Peaches shade, që ka këtë që është më në beige dhe këtë që është pak më në roz, është amazing, është sikur vën filter në fytyrë. Ky është një nga produktet e tjera që kam zbuluar së fundmi, që I love really much and I think që are gonna stay with me for like a long while. Tregoj se sa crease, look at that. Concealer Too Faced it, really good. Crap, it's really bad. I don't like this at all. But can I absolutely fucking make it work? Yes, I can. What do you take me for? Një gjë tjetër që më pëlqen shumë për këtë setting powderin është era. Ka literalisht erën më të mirë në botë. It's amazing. Është parfum me lula. I love it so much. Shifeni pak, është literalisht si filter. Now on to the next product. Kthehemi prap aty ku ishim shparë. Ky bronzer. Amazing. Like, I swear by it. Nuk kam shumë kohë që kam marrë. Edhe më përparja përdorja atë të Too Faced-it, paletën. It's also amazing, po ky është, nuk e di. Edhe, I think që është very worth it, sepse ka një packaging shumë të madh. Mund t'jetë ndoshta $50 I don't remember, po është worth it, se nuk e di, unë mendoj që ky do më zgjasë një përjetësi. Dhe ka the prettiest shade ever, dhe ka shumë pigment, edhe it blends out so well. I love it so much. Është like një nga makeup products preferuara në kaq pak kohë. Shifeni pak? Look at that. That's so good. Like, I could eat myself right now. Look at that. Është një nga produktet që unë do thoja që është worth it që ta blini. Tani, dy nga të preferuarit e mi. Këto të dyja. I love them so much, të dyja. Edhe të bën sens se kanë ngjyrën pak a shumë njësoj. Ky Diorit është like begging to buy it again. I love them both, me thënë drejtën. Nuk është se mund të ndaj arsyet që ky Too Faced ka erë më të mirë, po janë pak a shumë të dyja njësoj. Ky Too Faced ka pak më shumë pigment se sa ky ka shumë pak pigment. Po që I love them both. Like, I can't separate them. Unë nuk I ndaj dot këto të dyja, po janë worth it. Domethënë, këdo që të blini e kanë pak a shumë rezultatit njësoj. Shikojeni se flawless është rose, po është like është tamam blushy, është e turpshme, është koket. Është fix ngjyra perfekte e blushit. Kam pasur edhe atë shading që është pak më errët. I Too Faced-it, but it did not work on me. Aty gjithë thoni që kisha blush blindness. This though, this is natural. We love this, guys. On to the next product. Kë. Dior fucking Backstage. My favorite product to ever exist. Nga. Unë këtë paletën, këtë, e përdor për gjithë fytyrën. Si fillim këtë rozën, pasi bëj blushin që të më japi glow, dhe të jep glowin më të bukur që mund të t'japi anything, ever. Look at that. Shikoni pak. Është glowi më I bukur në botë. Unë këtë e përdor për gjithë fytyrën. Pas blushit dhe për syt. Unë nuk përdor një palet për syt. Përdor këtë. E filloj me shadin më të errët. Për t'i dhënë pak thellësi syrit. Nuk është shumë kafe, nuk është shumë portokalli, është just right. Pas kësaj, tani që I dam thellësi syve, do përdorim një brush më të vogël dhe do marrim këtë shadin këtu, që është më si në champagne, dhe do ta vëm në qendër të syrit. Shifeni dhe jep fix glowing perfect syrit që është shumë natyral. Unë kam shumë qef që ta bëj këtë si proces, marr një brush akoma më të vogël, pak më flat, dhe do marr prap këtë shadin e errët, dhe do ta vendosim pak këtu poshtë syrit. Mendoj, nuk e di, ndoshta kam psikologjike, po mua më duket sikur më duket syri pak më I madh kur e bëj këtë këtu poshtë.
si bambe. Tani do marrim një brush tjetër, pak më të vogël, dhe do marrim këtë të bardhën këtu. Dhe do ta vëmë vetëm në inner corners të syrit, që të japim ndriçim dhe të dali përpara syri. Tani, një nga produktet e tjera që I swear by it është ky highlighteri i Fenty Beauty. Nuk Diamond Bomb quhet. Unë e kam bërë pak me make-up, por ky highlighteri ka shadin më të bukur ever. I swear by it. Ka dizën më të bukur në botë. Dhe unë e vendos në kryesisht vetëm tek pjesa e cheekbones edhe sipër tek vetulla. Kaq, për t'i dhënë pak më shumë shkëlqim. Tani për ta mbyllur, lapsi i buzëve, lapsat e mi të buzëve janë të gjitha nice. Unë përdor vetëm lapsat e Anajsit, sepse kam përdorur dhe Pillow Talk të Charlotte Tilbury, nuk më pëlqen fare, nuk përshtatet fare me ngjyrën time. Gjithmonë gjej një huq me të gjitha lapsat e buzëve. Ndoshta nga që jam mësuar me këto që e vogël, po I swear by them. Vetëm këto do përdor gjithë jetën. Ky shade është 303 Auburn. Okej, tani do vendosim edhe një lip gloss për ta mbyllur. Let me just go grab that really quick. Nëse juve keni qenë me mua për një kohë shumë gjatë, ju e dini që absolutisht i preferuari im është lip oili Diorit. Por, së fundmi, për my everyday go-to make-up, kam përdorur këtë të Lipi Popit. Shade është Sugar Kiss. Dhe kam, nuk e di, ndoshta e kam marrë para 2 muajsh, nëse nuk gabohem. Dhe ky ka akoma kaq shumë, është plot. Kështu që është një nga my favorite, është bërë një nga my favorite. Dhe ka një shade shumë të bukur, është very nude. Edhe qëndron për shumë gjatë pa ta prishur lip liner, which I love, që është gjëja që made me fall in love me Dior Lip Oil. And that's it. Këto janë të gjitha produktet e make-upeve që unë mendoj që të qëndrojnë me mua për një kohë shumë gjatë, edhe produktet e make-upeve që I don't really like, edhe dua t'i zëvendësoj te rutina ime, mbretëria ime e vogël me make-upe. Nëse keni diçka që doni ta provoj, ma shkruani në komente dhe shihemi në video të radhës. Love you guys.